E pra të dashur miq, sot pak video të më amatore, por dua të komentoj një intervistë të dashurës së Klodianit. Do me thënë të gjithë e menduam që Klodiani dhe Londrimi kanë ndërtuar një lidhje dashurie, kanë ndërtuar një emocion, po krijojnë diçka brenda vetes së tyre, por ajo ishte e bindur që Klodiani ka ndjenja për të dhe nuk është natyrë e një djalit homoseksual, ashtu siç në fakt interpretohet tek publiku shqiptar. Ajo foli që Klodiani nuk e di veten se si duket jashtë. Nuk mund të them tha kur jo që nuk mund të ndodhen, por tha ashtu tha si e njoh unë, Klodiani tha nuk ka tha ndjenja për meshkuj. Marrëdhënia e Klodianit dhe Londrimit ka ngritur shumë pikpyetje jashtë, mënyra se si ato flasin, mënyra se si ato komunikojnë, mënyra se si ato e bëjnë lojën. Tani unë nuk e di nëse kjo është një strategji apo ato kanë gjetur një miqësi të mirë, janë bërë dy shok të mirë mes njëri tjetrit. Do të thënë duke i dhuruar dashuri, respekt njëri tjetrit në anë shoqërore. Këtë nuk e di, por që do të thënë ka që edhe e dashura e Klodianit në këtë mes nuk ndjehej rahat, kjo është më së e vërtetë.